Për të folur pikërisht për masat e ndërmarra nga qeveria në lidhje me sistemin universitar në vend, kam të ftuar në studio deputetin e Partisë Demokratike zotin Kastriot Islami. Mirë se erdhët në studion ton. Mirë mbrëma, faleminderit. Përpara se të nisim bisedën, më lejoni t'ju njoh ju edhe shikuesit dhe me dy reagime. Është reagimi i zonjës Lindita Nikolla, është ministre e arsimit, e cila në fakt mastrin e saj ka marrë pikërisht e njëri prej universiteteve që do t'i pezullohet licenca, është pikërisht Universiteti UFO. Në reagimin e saj, ministre e konsideron veten një viktim të universiteteve private, por vazhdon se kishte qenë vetë interesuar për programin dhe për trupën e profesorëve të zgjedhur. Ajo shkruan më tej se rezultatet e saj ishin të shkëlqyera në Universitetin UFO. Kujtojmë se një ditë më parë rezultatet e shkëlqyera të ministres së arsimit, kryeministri quante copa letre pa asnjë vlerë. Edhe ish kryeministri Berisha ka reaguar duke komentuar vendimin për uljen e kvotave të pranimit këtë vit në universitetet publike. Ai shprehet se Rama rrënoi ëndrrën e bukur universitare të 11.000 të rinjve shqiptar. Ky vendim sipas Berishës merret në një kohë kur në të gjitha vendet e Bashkimit Evropian dhe të rajonit politika e dyerve të hapura të universiteteve publike është një detyrim ligjor kushtetues. Sipas Berishës, njeriu që kishte premtuar rritjen e buxhetit për arsimin në 5% të GDP-s, ndërmori në ligësi dhe pa besi të plot këto vendimar ndaj maturantëve dhe studentëve tanë. E fillojmë bisedën në fakt opinionit të ndryshme. Cili është opinioni juaj në lidhje me këtë reformë të paraqitur nga qeveria? Do të hap me një parantezë të vogël. Qëllimisht kam marrë një libër shumë interesant. Është një libër ku jepen 300 vendimet për ta bërë Francën një fuqi globale. Një komision i rëndësishëm i drejtuar nga Jacques Attali. Është një nga figurat më të rëndësishme politolog në Francë, ka qenë presidenti i Belgjit, këshilltari i Mitterrandit, këshilltari i Sarkozys, dhe ka ndërtuar një grup me 43 vet, ndër të cilët 4 çmime Nobel, dhe ka dhënë 300 këshilla që duhet të ktheshin në vendime të Senatit, Parlamentit dhe të qeverisë, dhe në krye të gjithë, prandaj e mora, në krye të kësaj, kapitulli i parë flet konkluzioni numër 1, duhet krijohet tregu i dijeve. Pra, imagjinoni për Francën, për të kthyer në fuqi globale, ku shumë njerëz ëndërrojnë të shkojnë, është çështje kryesore krijimi i tregut të dijeve. Pra, dhe nëse nuk krijohet tregu i dijet, asnjë lloj reforme. Pra, unë mendoj që ky duhet të ishte themeli i një analize, dhe madje këto kanë bërë një analizë, një diagnostik shumë të thellë. Ka pasur këtu njerëz me bindje të ndryshme politike, me profesione të ndryshme, kanë bërë konsulta me drejtorë të organizmeve ndërkombëtare, kanë mbajtur në shtete të ndryshme të botës, me profesionistë, me deputet, me senatorë shumë e radhë, dhe kanë arritur në këtë konkluzion. Kurse këtu, me një të rënd të lapsit, një qeveri që për mendimin tim është e paaft, dhe në qoftë se do t'i kërkoja medias në këto momente, do t'i kërkoja të bënte një investigim, të merrte të gjithë mesataret e ministrave dhe të deputetëve në gjimnaz dhe në fakultet për të parë se çfarë përfaqëson pikërisht parlamenti i sotëm, jo thjesht nga këndvështrimi i asaj dhunës që është bërë në parlament, sa është një aspekt tjetër akoma më i rënd, por i formimit dhe një maxhorancë që ka në përbërjet e saj njerëz me diploma të marrë në universitetet të cilat sot po i godasin, ministra të cilët kanë bërë mastera apo kanë diploma në të njëjtës mënyrë, është e paaftë për të konceptuar një reformë ku të krijohet një treg i dijeve. Aq më tepër Rama vet, i cili ka një formim të dyshimt në pikturë, është i paaftë për ta bërë këtë reformë. Pse është i paaftë? Në 91-shin Rama ka gjetur në Partinë Socialiste 10 profesorë me tituj dhe grada të marrë në vendet e Bashkimit Evropian, në Francë, në Gjermani, në Itali, në Suedi. Një nga ato jam unë, është profesor Mejdani, është profesor Maqo Lakrori, profesor Ethem Ruka, etj. Nuk përmend emrat të tjerë sepse, domethënë, por një numër i tillë, dhe sot të gjithë këta janë të eliminuar. Pra, nuk mund të flasi Edi Rama për treg të dijeve, kur i ka goditur të gjithë njerëzit e dijes, i urren njerëzit e dijes dhe i ka zëvendësuar këta me kuklla dhe me klientel që i zëvendëson dhe i merr siç duhet. Pra, ky është thelbi i parë. Ai e ka të pamundur të bëj një reformë të konceptuar mbi bazën e një tregu real edhe konkurrues të dijeve. Tani të vim te kjo tjetra. Për të thënë të vërtetën, si çdo sektor tjetër, edhe sektori i arsimit ka nevojë për një diagnostikim dhe për një përmirësim të situatës. Por jo për të bërë atë që të shuhet gjithçka dhe të fillojë gjithçka nga zero.
Teoria e fillimit nga zero është një teori e gabuar dhe nuk të çon absolutisht aq më tepër që siç thash më tepër, këtë duan ta bëjnë njerëz që nuk e kanë as në koshiencën e tyre, as në formimin e tyre, as në një lloj aspekti këtë mundësi për ta bërë. Kështu që do i bërë një analizë e sistemit aktual dhe mbi këtë bazë duheshin projektuar çfarë duhej përmirësuar në sistemin aktual dhe pastaj këtu ka disa aktorë që preken nga kjo. E para preken të rinjt, imagjinoni një njerëz që në varësi të aftësive të tij dhe në varësi të financave, mundësive financiare, ka bërë një projekt këto 4 vjet, ka qenë në vit parë gjimnaz, ka pasur disa rregulla loje dhe familja e tij ka menduar tani ai është i pezulluar. Tani ai nuk ka asnjë zgjidhje, ai nuk di se nga të shkojë. E dyta, kemi parasysh një familje në një fshat të largët të Sarandës, të Tropojës apo të Korçës dhe diku ka mbledhur me shumë sakrifica, një shumë parash për të arsimuar fëmijën e tyre, sepse mendojnë që familja e tyre duhet ta ketë një me shkollë të lartë, sepse nuk ka mundësi t'i arsimojë të gjithë. Dhe në këtë moment ndryshojnë rregullat e lojës, edhe këtë se bën. Po kështu ka dhe biznese që kanë investuar, ndoshta nuk kanë bërë një biznes ose një shkollë ose një institucion arsimor perfekt, por janë rrugës duke i përmirësuar si çdo gjë tjetër në Shqipëri në këto 23 vjet, edhe televizionet kanë hetur në këtë rrugë, edhe bizneset kanë ecur në këtë rrugë, vetëm politika ka ecur mbrapsh, domethënë në drejtim të cilësisë deputetëve. Cilësia e deputetëve nga 91 këtej është shumë e keq. Do të thënë, ne mund t'japim shembuj në aspektin social të familjeve të prekura, student prind. Pra është student prind 1, biznesi 2, edhe janë dhe pedagogët që japin mësim. Domethënë, krijohet një numër të papunësh, le të themi. Jo vetëm pra, ti prek, domethënë ti bën një reformë, dhe në momentin që prek një reformë, që bën një reformë dhe prek të gjithë aktorët që mbajnë këtë sektor në këmbë, janë të prekur. Atëherë ti duhet bësh një reformë, duhet kesh një strategji afatmesme, pra duhet imagjinoje një strategji 3-4 vjeçare, duhet kishe një plan veprimi në mënyrë që të gjithë aktorët të orientohen, domethënë, dhe janë të prirur të orientohen drejt një suksesi të përbashkët. Pra ti nuk mundesh brenda ditësh të vendosësh në një gjendje shoku të gjithë që nuk e dinë çfarë duhet bëjnë. E para. E dyta, ka disa shembuj që kanë ndodhur. Ka ndodhur shembulli i lojrave të fatit. Zoti Rama në lojrat e fatit doli dhe tha që nuk do ketë më lojra fati, shqiptarë dëgjojeni, nuk do luajë njeri lojra fati etj. Kush ishte loja? Do iqeshin disa, ti merreshin ca para atyre kompanive dhe ti jepeshin licencat. Ju mendoni që bëhet përqendrim me klientelista? Ka dhe një, absolutisht, kjo qeveri është ndërtuar jo mbi bazë aftësish, kjo është ndërtuar mbi bazë klienteliste. Kjo është një qeveri e oligarkisë të paaftëve. Dhe duke qenë një qeveri e oligarkisë paaftëve, po ndërton një sistem, domethënë të paaftësh, klienteliste, vepron në mënyrë selektive për të arritur synimin e saj, për të pasur, domethënë, po flasim për këtë sektor, por edhe për sektorët e tjerë, për të pasur në mbikëqyrje këtë sektor me njerëzit e saj, ndoshta për maskim do të ledhe 2-3 të tjerë dhe të cilët do t'i kërkoj haracin që duhet të paguajnë, ose në qoftë se rrugës bindet, domethënë edhe ato t'i eliminojnë. Qartë. Opinioni përgjithshëm është që duhet reformë në sistemin arsimor. Absolutisht. Në opinionin tuaj si do të ishte konkretisht, sepse teoritë dhe mendimet nëpër studio janë shtjelluar, megjithatë për atë tregun e dijeve dhe për ato qendrat e dijeve që ne kemi kaq shumë nevojë, ndoshta do duheshin debate edhe më të mëdha dhe më të hapura me grupet e interesit, pavarësisht bindjeve politike të kundërta apo preferencave personale dhe subjektive që kanë për njëri tjetrin intelektualët në këtë vend, ata që quhen intelektual. Pra, konkretisht, cila do të ishte reforma që do të ishte më frutdhënëse? Unë mendoj që arsimi, siç është dhe shëndetësia, siç është edhe rritja ekonomike, pra modeli ekonomik, janë disa tema madhore që kanë nevojë të bëhen reforma për t'u qasur gjithmonë e më mirë me standardet europiane, për t'u afruar, domethënë, atij niveli që Shqipëria të ketë mundësi të integrohet në Europë. Pra, integrimi në Europë nuk është thjesht një dëshirë, një aspiratë shqiptarëve, por është, si thua, edhe një afrim me këto standarde që kanë vendet e tjera. Dhe një nga standardet
E rëndësishme është arsimi. Pse është arsimi? Imagjinoni ata fëmijë që do arsimohen tani, do të punojnë deri në vitin 2060. Ka vende që parashikojnë se kush do jenë profesionet e 2060-s, se si do adaptohesh, si do përshtatesh në 2060. Kështu që kjo ka nevojë tani për thënë të vërtetën, që unë mos të shpik këtu se çfarë duhet bërë, ka nevojë për një, prandaj e mora këtë dhe thash qëllimisht. Pra janë mbledhur 43 burrat nga vendet ndryshme të botës, më të mençur 4 çmime Nobel. Jacques Attali, një figurë shumë e rëndësishme, këshilltari Mitterrandit 2 mandate, këshilltari Sarkozys, presidenti Bershit. Dhe prap nuk e ka bërë vetë, e kanë bërë me konsulta me të gjithë faktorët e ndryshëm, me gjithë aktorët e ndryshëm, brenda Francës, jashtë Francës, në mënyrë të qëllimi është po të lexohet është të çlirohen energjitë që të ketë një rritje ekonomike të tillë që Franca të bëhet një fuqi konkurruese globale. Ky është qëllimi i vetëm i kësaj. Imagjino Shqipëria në mënyrë modeste mund të kishte një qëllim tjetër që të çlirojë të gjithë energjitë e shqiptarëve, që Shqipëria të ketë mundësi të bëhet një lojtare e pranueshme brenda Bashkësisë të Bashkimit Evropian. Dhe këtu ka këshilla pafund, domethënë këshilla dhe të thjeshta. Një nga këshillat është për shembull që francezët duhet mësojnë shumë mirë frëngjishten, duhet mësojnë shumë mirë kompjuterin, duhet mësojnë. Pra, ka këshilla janë 300 reforma që duhen bërë. Po kështu domethënë kjo ka nevojë për një konsult të gjerë. Pra nuk është kjo që mund ta bëjë një Edi Rama që është më i paafti në historinë e Shqipërisë. Nuk mund ta bëjë një ministër që pas ka këtë problem me mastrin. Dhe mua më duket domethënë e çuditshme që ka reaguar. Pra nëse ka marrë një master që kryeministri ja quajë një cop letër dhe ajo vazhdon të thotë që unë kam marrë nota të mira dhe ajo ja quajë një cop letër. Është një paradoks të plot, ku ka një zëvendës ministër tjetër që nuk e di se ja ka mbaruar apo jo shkollën, ku ka një ministër tjetër që nuk e di ja ka mbaruar apo jo shkollën, që ka disa kryetar komisionesh që e kanë mesataren 5.sa dhe drejtojnë komisione të rëndësishme në Parlamentin e Shqipërisë, ku ka 10-15 deputet që kanë marrë po prap diplomat. Mirë ministri e ka frekuentuar, po kanë përshtypjen ata as nuk e kanë frekuentuar. Pra, si mundet të bësh një reformë, ta sjellësh në parlament të ngrenë dorën këta të gjithë dhe t'i thuash të gjithë familjeve shqiptare që gjeni zgjidhjen ku doni, unë domethënë do ta fus dhe edhe arsimin do ta fus në kontrollin tim. Pra, ka nevojë për një konsult dhe njerëz në Shqipëri ka, por edhe nëse nuk ka në Shqipëri, sepse mund të merr edhe ekspertizë huaj, të cilët japin modele të ndryshme, nuk do të thotë që duhen kopjuar modelet, por përshtaten modelet me kushtet e Shqipërisë. Ka vende si Slovenia që janë dimensioni jon, ka vende si Kroacia që janë një hap para nesh në integrim, ka shumë vende që mundet të ndiqen për sa i përket arsimimit. Dhe Shqipëria, nëse ka një aset të rëndësishëm janë burimet njerëzore. Shqipëria nuk mund të konkurrojë në asnjë lloj aseti tjetër. Pra, Shqipëria i ka njerëzit me inteligjencë mbi mesatare, ndoshta në disa drejtime edhe me inteligjencë të lartë, dhe nëse do ketë një sistem arsimor për t'i edukuar, për t'i arsimuar, për t'i kualifikuar të gjithë ta njerëz, ajo mund të bëhet një fuqi konkurruese për sa i përket burime njerëzore. Por kjo fillon që nga parlamenti. Imagjino të përjashtosh Kasilot Islamin me titull profesor në Francë, me titull doktor në Francë në fushën e fizikës atomike molekulare, me një postdoktorat në Gjermani. Pse? Sepse të thot atë që thot Shtetet Bashkuara dhe Bashkimi Evropian, mos bojkoto, mos bëj këtë, dhe ka inati ta përjashtosh dhe të flasësh ti për treg diesh, është paradoksale, është shumë e rëndë dhe nuk i mbush dot mendjen absolutisht asnjë njeriu. Prandaj unë kërkoj që parlamentit dhe qeverisë, media të fillojë investigimin, të shikojë se sa kanë mesatare në gjimnaz, sa kanë mesatare në universitet dhe kush e ka diplomën falco. Zoti Islami, duket sikur ka, natyrisht që ju e thatë që këtu ka burime njerëzore, ka mendim intelektual, por duket sikur këto janë mendime të veçuara, të fragmentizuara. Pse është kaq e vështirë që intelektualët në këtë vend të krijojnë klubet e tyre, të krijojnë qendrat e tyre, të krijojnë forcën e mendimit të tyre dhe t'i dalin përballë duke qenë bashk, pra ky mendimi intelektual të rakordoj, siç ndodh në vende të tjera të botës, që ka profesor universitetesh të cilët marrin pjesë në qendra shkencore, në qendra të përpunimit të ideve, në qendra të këtë grup. Pse është e vështirë në Shqipëri që intelektualët të kenë klubin e tyre? Ky libër hapet me një fjalim të presidentit Francës Sarkozy. Grupin e ka ngritur ai me dekret. Pra politika mundet t'i mbledhë këta njerëz, politika dhe mund t'i përçaj. Politika ka mesataren nën shtat, le të themi, në qoftë se do ta marrim të gjithë së bashku. Do presim sa të vej mesatarja politikës 10 që të bëjnë këto?
Do më thënë, jam shumë dakord, pyetja është shumë interesante. Do më thënë, do presin këta njerëz, por çfarë ndodh? Brezat që duan shembuj, që duan dhe të inspirohen. Këtë lloj situate e ka përshkruar shumë mirë John Kerry dhe zgjidhjen e ka dhënë Joseph Doli. Pra Shqipëria po orientohet drejt një oligarkie të paaftëve. Dhe Joseph Doli ka thënë në vendet e Ballkanit, përfshi dhe Shqipërinë, banditizmi, oligarkia dhe korrupsioni po mbretërojnë dhe çështja e revolucionit është çështje e ditës. Unë kam frikë se po shkohet në këtë drejtim, siç thotë Joseph Doli. Pra, në Shqipëri, po nuk u hoqen këta politikanë që nuk i lën as intelektualet. Imagjinon tani, në vend se këtu të lihet mendimi i lirë, njerëzit të jenë të lirë, këtu shpiket email për të kontrolluar telefonatën profesorëve, për të kontrolluar telefonatën gazetarëve, mirë politikanëve etj me radhë. Por pra këto duan të kontrollojnë edhe telefonatat dhe SMS-t dhe e-mailet dhe Facebook-un e gjithë intelektualëve. Imagjinoni intelektualet ndodhen në një presion, në një shok të papar, dhe duke qenë në një shok dhe presion të papar, sigurisht ka treguar që sa më shumë të presionohen intelektualet, aq më shumë forcohet. Po filluan pak intelektualet të paktën tërhiqet pala tjetër. Nuk mundet, po tërhiqet. Intelektualet do vi koha, unë kam përshtypjen që ky lloj regjimi në një sistem demokratik nuk do të rezistojë, do të fundoset. Dhe do të vi koha që edhe Shqipëria do të bëndet si vendet e tjera demokraci liberale, ku politika do të nxjisë këtë debat, sepse pa politikën nuk mundet ky debat të bëhet. Natyrisht mundet të dalin intelektualet, por domethënë është shumë e vështirë në një vend që nuk ka pasur dhe traditë, ta themi të vërtetën, disidence siç është Shqipëria, ku domethënë Rama po mundohet pikërisht të vrasë nervin e reagimit në vend që të bëjë të kundërtën, dhe kjo për mua është e kuptueshme, po të përshkruaj pikërisht cilësitë e tij dhe nuk dua ta kthej këtë emision në cilësitë e Ramës, por do vi koha kur një brez i ri që që do të krijojë kushtet që intelektualet pikërisht të japin atë kontribut dhe të shpërthejnë energjitë, siç thuhet dhe në këtë libër, në mënyrë që çdo shqiptar të ketë mundësi të marrë pjesë në mënyrë të aftë, të besueshme në zhvillim në Shqipëri. Të vërtet, mbi të gjitha dhe mos të vazhdoj më teoria e sikurit, që bëhet sikur, bëjmë reforma, sikur. Por mbrapa sikurit nuk ka naivitet. Mbrapa sikurit ka gjithmonë ka një çështje korruptive, ka mbrapa, domethënë, një synim për të bërë para dhe për të kontrolluar një sektor të caktuar. Dhe një nga synimet kryesore besoj në fushën e arsimit është pikërisht oligarkia e paaftëve kërkon në mënyrë të vazhdueshme të vendosin nën kontroll dhe sektorin e arsimit. Zoti Islami, ju falenderoj shumë, ishte një bisedë shumë e këndshme, ju falenderoj për rëndjen në studion ton.